ata bëjnë intervistë shkurt me djelësën, me qenë se është sa po shkoj sezona e maturës, ka ardhur sezona e martesave, fejesave, dhe dua të di cilat janë kërkesat, çfarë kërkojnë më shumë vajzat sot, çfarë fustanësh kanë kërku gjatë kësaj vere, gjatë kësaj vere që ka nisë. Realisht për të pjesa e martesave dhe fejesave, të na kemi sezonën që dashmë të bëhen verës, por realisht vendosën ma herët. Vendosën ma herët, zgjedhjet i bëjnë. Ma herët i bëjnë. Për të pjesa e vellëve, tash është diçka që është të ndru nashta të pjesa e ngjyrës, nuk i dojnë vetëm të bardha, tamam të bardha, pak prapë më varet të personaliteti, po më përgjithësi për ka trendi, vellët preferojnë më qomsht ngjyra. Jo shumë e bardhë, jo shumë e kremët, po më qomsht. Apo më duket ta veç e bardhë duhet, Zoja qësh është se diçka është me do farë. Që ata po thash, jem të eduku e dhëne. Jo shumë e bardhë, se ka ndru pak. Qëmë për shamë se kësha bua asë shumë shtas bardhë. Dze, ma mërë me herja, po. Po edhe, a di qa po të buhet? Edhe po ndruhen. Po, se bashkë që veshën kretë ze, unë zveshën kur të martohesh me fustan zi, në athirë neve, bëjmë ka i foto. Nusja me fustan zi. Asi më ardhë kur. Jo nësë veç anë athirë. Gjellë, po duhet asë qaroj, tash, qofshe i gabuar unë, po fustani bardhë është kur martohesh për herë të parë. Fustani në gjyrë, qumë shti kur martohesh për herë dytë. Jo, nuk është ashtë. Mandej ziu për herë tretë. Kjo ishte imaginata jote, nuk qëndran. A nuk është këtu? Nuk qëndran. Oke, vish nuk me pink fustan pra. Se jo, e thënë. Gjyrë shampanje, për shambull. Për shambull gjyrë bezh, ose gjyra qumshte. Ma mos keq kuptoni, së është e thonë me më martu me njeri tjetër. Ti herën e dytë mu shumë martu me burën e tjetër. Që me bo mas 10 vjetër, kështu veç për këtë arsye pata. Oke, faleminderit shumë për përgjigjen. Ashtë si modelje, prerjet, kështu, çfarë kërkojnë? Gjithë mune më shumë, po kërkohet që pjesa e theksimit të velit jetë sa më i dukshëm. Velit theksot më shumë. Edhe për ato po kërkojnë kërstetat me formën V, vetë ma zgjatën, ma ndej pjesa kukave po dalin shumë ma bukur. Nëse ka belin e trash? Automatikisht kërsetin, që është kërsetin i qepun mirë, ta theksan velin shumë mirë. E për ato... E duron një natë. Po ta është bukuria. Bukuria. Kërkon sfit. A keni parë ndo njerë që stilistët kanë kopju për shembull ty? Ishe këto? Po. Shumë shpesh, po është diçka që është mirë të inspiron prej teje, është diçka e mirë. A kanë kopju 100% apo veç janë inspiru? Edhe 100%. Edhe 100%? Edhe 100%, po. Si ke ragu? Po është diçka për mendimin time shumë normale se po e inspiron. Pa, dim se e bojnë, se për shamë dizajner që... është ma e letë, se është që po shkon edhe... Jo, po, une flasë për që shkam dëgju, për shambull, dizajner që kanë ma shumë autoritet famë, ndikojnë. Po, ndikojnë, i kanë shmime shumë të nalta, dhe nuk ka paset për shambull një qytetare e thjesht, po mënej që ka kushte pak ma jo të mira, me arita me bu një përësi të x vendi ku kushton një fustan 2.000, 4.000 euro, 5.000, kështu që ajo merë modelin, fotografon, shkon të një roba që e se ma halës e realizon. Faleminderit shumë na e zgjidhe edhe këtë dilemë. Cili është personi publik ma i famshëm që ka veshur një fustan tëndin? Timen, I ketë diza dhe internacionale, na e përmen? Janë të ndryshme, po tashin s'po zbulaj që jem të bo për të ardhën, po për të kalumët janë Gjeni Aiko, që është një këngëtare tipër me famë botrore shumë e mirë, dhe ka stilin e vetë, që e ka gjithë vitën të na, dhe ka vesh fustan për red carpets, për spotet vetët që i ka bo realisht. Njëra ndërto, Cardi B se ka vesh me një event, po endës i ka postu, që jenë disa që për momentin, nështë s'pon kujtojnë, po janë shumë... E këtu, vendore? Vendore nuk është të bashkëpunojmë edhe shumë, njës që kemi të ndalesa ose diçka, po thjesht tregëm e kemi zhvillu shumë jashtë Kosovës. Në aspektin në basë në shafustanat që i kemi fokusu në Amerikë, në Afrikë, në Nigeri, edhe realisht atë një... Në Afrikë? Po. Në vetjen se ke për qytetarët, një gjallë se tha, na e bojmë trendin. Na e bojmë trendin, shqiptarët e bojmë trendin. Realisht, është shumë që di që kemi zbulu stilin, na? Na kemi zbulu stilin, po. Ka shumë që vim prej Nigeris, ekstra vetëm për fustane.
ka çdo ditë që ndodh Unë ky kam sen, parë edhe në është diçka TikTok, që po jep influencë. disa që vinë. Shko, kjo është një lloj, hajtojnë turizëm, po me biznes bashkë. Po fiks. Po e zhvillon. Keni shumë klientil, apo shumicën sua dërgoni kështu përmes postës veç? Kemi shumë, besëm. Kemi edhe me post, po kemi edhe shumë që vinë ekstra në lokal, dojmë me provu, dojmë me pa modele ndryshme edhe me Çka ka ndodhur? Pse? Si keni arrit? Si ka arrit industria jonë? ndoshta përmes rrjeteve sociale kisha me thonë marketingu i mirë, na kanë mundsuar. edhe na kanë mundsuar, na kanë bërë më atlet, po edhe është stilis. Veshjet, fustana shumë të bukur, po pëlqejnë, po përshtaten me realisht me modën e tyre, edhe po janë nashta çmime pak më të arsyeshme se sa me ble në brenda nashta jashtë Kosovës. Okej, edhe çmimet e arsyeshme mund të jenë shumë të rëndësishme. Si kanë ndryshuar preferencat për fustane për gjatë viteve në vendin tonë? Po kthehem pak, ama ka ndryshuar në aspektin që nuk janë gjonë, me volume të mëdhaja, ashtu. Ma herë kanë qenë shumë... Ajo velloja që u dashke 5 veta me ta majt nuk është më trembi. Ta është bishkur dojnë shumë ekstra mu dok, shumë drama queen, po, e dojnë edhe ashtu me bishta më përgjithsi jo. Dojnë ma klasike, dojnë ma bukur mu dok, edhe... Thu që ato që